Qeveria ka hapur për herë të tretë thirrjen për përfitimin e kredive të buta për punonjësit e administratës publike, duke rritur numrin e përfituesve në 530. Për dallim nga vitet e mëparshme, ku fokus kryesor ishte policia e shtetit, këtë herë kuotat janë shpërndar edhe për Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit. Por ndryshe nga pritshmëritë, efektivët e policisë së shtetit, institucioni më i madh me mbi 12.000 punonjës, do të përfitojnë vetëm 25 kuota, një shifër dukshëm e ulët se ajo institucioneve të tjera të varësisë. Nga shpërndarja e bërë nga Ministria e Brendshme, 15 kuota do të shkojnë për Gardën e Republikës, 10 për autoritetin e mbikëqyrjes policore dhe 40 për punonjës të aparatit të Ministrisë së Brendshme dhe institucioneve të tjera vartëse. Në vitet e mëparshme, kreditë e buta për banesë janë konsideruar një formë lehtësimi për punonjësit e rendit, si një mënyrë për të kompensuar vitet e keq paguara dhe sfidat me të cilat përballen efektivët në krye të detyrës. Në vitin e parë të skemës, 100% e përfituesve ishin nga policia e shtetit, ndërsa vitin e dytë kuotat u ndanë mes policisë, gardës dhe autoritetit të mbikëqyrjes policore. Këtë vit, lista e përfituesve është zgjeruar, por me kosto për efektivët e policisë, të cilët janë ndër më të penalizuarit nga skema e re. Një tjetër ndryshim thelbësor është dhe mënyra e përzgjedhjes së fituesve, në ndryshim nga vitet e shkuara, kur në Komisionin e Vlerësimit të Aplikimeve kishte edhe përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, këtë herë procesi kontrollohet tërësisht nga Ministria e Brendshme. Kjo ka ngritur shqetësime mbi transparencën dhe garantimin e një vlerësimi të drejtë për punonjësit e policisë. Ndërkohë që aplikimet kanë nisur dhe procesi po ecën me ritme të shpejta, efektivët e policisë mbeten në pritje të një shpjegimi mbi këtë shpërndarje të re të kuotave, që sipas tyre nuk reflekton nevojat dhe prioritetet e një prej institucioneve më jetike për sigurinë publike.